Një punëtor ndërtimi humb jetën kurse 4 janë lënduar në një kantier ndërtimi në lagjën Kisellavodë në Shkup. Ministria e Brendshme njoftoi se 3 punëtorët u zun nën dhe këtë mëngjes. Të 3 janë shpëtuar dhe janë dërguar në qendrën urgjente. Njëri prej tyre ka pësuar fraktura, ndërsa 2 të tjerë kanë lëndime më të lehta, deklaruan autoritetet shëndetësore. Prokuroria është duke hetuar nëse janë respektuar masat për siguri, kurse ka urdhëruar autopsin për trupin e viktimës. Ngjarja tragjike në lagjen Kisellavodë në Shkup ngriti shqetësime serioze për sigurinë gjatë punimeve ndërtimore. Ekspertët theksojnë se për të gjitha objektet me sipërfaqe mbi 300 metra katror është i domosdoshëm hartimi i një elaborati gjeoteknik. Megjithatë, sipas standardeve evropiane, Eurocode, kjo nuk është e mjaftueshme, nevojiten edhe projekte të detajuara gjeoteknike, sidomos kur bëhet fjalë për objekte me disa nivele nëntoksore dhe në afërsi të ndërtesave fqinj. Rikujtojmë se kohë më parë në fshatin Gradec të Gosivarit, gjatë kryerjes së punimeve ndërtimore, në një shtëpi private ndërroi jetë një 48 vjeçar nga Tetova.